Shqipëria po konsolidon gjithnjë më shumë pozicionin e saj në epokën digjitale sipas vlerësimit të fundit të Mobile Connectivity Index nga GSMA Intelligence, i cili mat faktorët kryesorë që ndikojnë në përdorimin dhe zhvillimin e internetit celular. Sipas të dhënave të publikuara për vitin 2025, Shqipëria ka arritur një rezultat të përgjithshëm prej 72.21 pikësh, duke reflektuar një nivel të mirë të lidhjes mobile dhe përdorimit të teknologjisë. Një nga pikat më të forta të vendit rezulton të jetë gatishmëria e konsumatorëve, ku Shqipëria ka marrë një vlerësim prej 87.14 pikësh. Ky tregues lidhet me aftësinë e qytetarëve për të përdorur teknologjinë, njohuri digjitale dhe gatishmërinë për të përfituar nga shërbimet online. Edhe infrastruktura e internetit celular paraqitet në nivele të larta, me një rezultat prej 80.12 pikësh, duke treguar zhvillimin e rrjeteve mobile dhe përhapjen e aksesit në internet përmes pajisjeve të lëvizshme. Ndërkohë një sfidë mbetet përballueshmëria e internetit celular, ku Shqipëria është vlerësuar me 64.72 pikë. Ky tregues mat se sa lehtësisht qytetarët mund të përballojnë shërbimet e internetit krahasuar me të ardhurat dhe tregon se ka ende hapësirë për ta bërë aksesin digjital më të lirë. Rezultat më i ulët shënohet në kategorinë përmbajtje dhe shërbime, me 60.17 pikë, duke sinjalizuar nevojën për më shumë zhvillim të shërbimeve online, aplikacioneve lokale dhe përmbajtjeve digjitale që nxisin përdorimin e internetit. Në një kohë kur ekonomia, arsimi dhe shërbimet publike po kalojnë gjithnjë më shumë online, këto tregues tregojnë se Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm në ndërtimin e një shoqërie më të lidhur, por sfida e radhës mbetet që teknologjia të jetë jo vetëm e disponueshme, por edhe më e përballueshme dhe më e dobishme për qytetarët.